Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju dhëmbin këmbë dhe i keni të ëntura, kjo recet ju shpëton dhe nuk ka ngelur njëri pa e provuar. Këmbët e ëntura janë një ndër problemet më të zakonshme në ditët e sotme. Nëse jeni një nga ata njerëzit të cilët vuajnë nga ëndjet në këmbë, me siguri e dini se kjo gjendje mund të jetë mjaft e pakëndshme dhe gjithashtu mund të pengojë aktivitetet e përditshme. Ëndja e këmbëve mund gjithashtu që të jetë rezultat i shumë faktorëve të shumtë, duke përfshirë edhe shtimin në peshë, qarkullimin e dobët të gjakut, dietën e varfër, ciklin menstrual dhe shtatzanin. Këmbët e ëntura shpesh munden të shkaktohen nga një mot i nxehtë, ndryshimet e temperaturës dhe lagështira. Nga ana tjetër, graviteti tërheqë lëngjet poshtë duke çuar në ëndje. Në qoftë se ju i ndjeni këmbët tuaja të fryra, duhet të shtriheni dhe t'i mbani ato për rreth 30 cm në lartësi për të reduktuar ëndjen. Një tjetër zgjidhje për këtë problem është plotësisht çaji natyral i bërë nga majdanozi, i cili do të mënjanoj lëngjet e tepërta nga trupi dhe kështu do të ulet edhe ëndja. Fillimisht vloni 500 ml ujë në një tenxhere. Pastaj prisni rrënjët e freskëta të majdanozit dhe gjethet sa më imët dhe përzjeni. Shtoni 5 lugë nga kjo përzierje në tenxhere dhe valojeni për 5 minuta. Më pas, lëreni çajin tuaj me një anë që të ftohet për 20 minuta. Përdorimi: pijeni çajin e majdanozit 3 herë në ditë dhe shumë shpejt, ky problem i juaj do të zgjidhet. Fryrja e këmbëve shkaktohet për 2 arsye kryesore. E para ka të bëjë pikërisht me edemën, që është edhe akumulimi i lëngjeve në inde dhe gjithashtu në enët e gjakut. Këto lëngje akumulohen pasi keni kaluar një ditë të gjatë në këmbë dhe sipas informacioneve kjo ndodh edhe nëse jeni mbi peshë, nëse nuk kryeni aktivitete fizike apo në rast se zemra juaj është në vështirësi dhe tepër e dobët për të pompuar gjak. Arsyeja e dytë për këtë është inflamacioni, i cili irriton dhe fryn indet e këmbëve. Inflamacioni gjithashtu shfaqet nëse keni pëstuar një frakturë ose në qoftë se ju keni lënduar tendinat. Fryrja e këmbëve mundet që të ndodhë edhe si pasojë e problemeve me venat, trombozës, varicet, problemet kronike me veshkat dhe gjithashtu shtatzania. Këto janë masa që duhet të merrni kundër fryrjes së këmbëve. Për të parandaluar fryrjen e këmbëve, sipas të dhënave sugjerohen këto hapa: konsumi i kursyer i ushqimeve të kripura, veshja e çorapeve të veçanta shtrënguese, aktiviteti fizik i përditshëm, lëvizje të shpeshta të këmbëve gjatë udhëtimeve të gjata. Mbajtja e këmbëve ngritur mbi nivelin e zemrës për gjysmore për disa herë në ditë, por nëse vëreni që fryrja e këmbëve mundet të jetë si pasojë e një sëmundje kronike, nuk duhet që ta injoroni. Nëse vëreni që këmba ju dhëmb, nuk merrni dot frymë dhe ndiheni ekstremisht të lodhur dhe të drobitur, ne ju sugjerojmë që të kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore. Njerëzit të cilët vuajnë nga fryrja e përsëritur e këmbëve duhet që të shmangin këto produkte si për shembull alkooli, proteinat shtatëzore, mishi i viçit, kafeina, çokolata, produktet e bulmetit, ullinjt, turshit, duhani, mielli i bardhë dhe sheqeri, ushqime të cilat ju ndihmojnë kundër fryrjeve të këmbëve. Një regjim ushqimor i përshtatshëm për këtë problem duhet që të përfshijë domate, vaj ulliri, barishte, si spinaçi dhe gjithashtu të ngjashme me të, arrorët si për shembull bajamet dhe arrat, salmon, skumbri,
peshku ton dhe njëkohësisht sardelet, fruta si luleshtrydhet, boronica, qershitë dhe portokallet. Për më tepër ekspertët rekomandojnë pirjen e të paktën 8 gotave me ujë në ditë. Kura bimore kundër fryrjes së këmbëve. Çaji i majdanozit ju ndihmon që të nxirrni jashtë trupit të gjitha lëngjet e akumuluara. Atë mund ta përgatisni duke zier 2 lugë me gjethe të thata majdanozi ose në formën e pluhurit në 2 gota ujë. Lëreni gjethet e majdanozit në ujë për gjatë të gjithë natës. Kullojni dhe shtoni lëng limoni. Pini 3 gota çaj në ditë, prisni 3 ditë dhe më pas përsëriteni kurën sërish derisa fryrja të zhduket. Receta me mente. Në gjysmë litër ujë shtoni 2 lugë gjelle mente të tharë dhe vëreni që të zgjijë për plot 20 minuta. Pastaj, hiqeni nga zjarri, lëreni që të ftohet dhe më pas kullojeni. Në vazhdim, ruajini lëngun e mbledhur për 1 javë në frigorifer. Aplikoni në këmbë kur i ndjeni të ënjtura dhe njëkohësisht të lodhura. Receta me dafin. Merrni disa gjethe dafine dhe një enë me ujë. Mbushni një enë me ujë dhe hidhni në të gjethet e dafinës. Vendoseni atë në zjarr të vlojë për 20 minuta dhe më pas largoheni nga zjarri. Lëreni të ftohet pak dhe zhysni këmbët në të. Mbajeni për 20 minuta. Më pas, vishni një palë çorape në mënyrë që t'i mbani këmbët në të njëjtën temperaturë edhe për pak kohë. Bëni të njëjtën gjë çdo ditë dhe nuk do të ndjeni më probleme me këmbët tuaja. Mjekët nga ana tjetër rekomandojnë të ndiqni këtë procedurë për të paktën 1 javë çdo 6 muaj. Në rast se ju keni ëndje serioze të këmbëve, ju thjesht mundet që të përgatisni një dush me gjethe dafine në mëngjes dhe në mbrëmje. Për të hequr qafe, djersitjen e këmbëve, bëni një dush para se të flini dhe hidhni 20 deri në 40 gjethe dafine. Nga ana tjetër mund të përdorni dhe masazhin. Një nga shërimet më të mira për këmbët e fryra është masazhimi i tyre. Kjo gjithashtu ndihmon edhe në relaksimin e muskujve dhe qarkullim më të mirë të gjakut. Gjithashtu ndihmon edhe në nxjerrjen e lëngjeve shtesë nga trupi dhe me këtë rast edhe ëndja do të reduktohet. Kripa Epsom. Kripa Epsom mund të largojë ëndjen shumë shpejt, por edhe dhimbjen që ju ndjeni. Kjo krip ka sasi të mjaftueshme të magnezit dhe njëkohësisht të sulfatit. Nga ana tjetër, kjo mundëson edhe që të rritet qarkullimi i gjakut në trup. Gjithashtu është mjaft i mirë edhe për çlodhjen e muskujve. Nga ana tjetër duhet të përdorni dhe xhenxhefilin. Me që xhenxhefili është një diuretik natyror, ai sjell dhe rregullon sasinë e ujit në trup dhe gjithashtu ndihmon në trajtimin e këmbëve të fryra. Kjo ndodh sepse zvogëlon gjithashtu natriumin në trup i cili është një shkak i madh i ëndjes. Gjithashtu, magnezi. Nëse trupi juaj ka mungesë të magnezit, kjo mundet të shkaktojë ëndje në këmbë për shkak të edemës. Siguroni që të hani ushqime të mbushura me magnez për të larguar problemin që ju keni me ëndjen e këmbëve. Ja dhe disa këshilla të tjera. Ngrini këmbët në mënyrë që ato të jenë të larta sa niveli i zemrës. Kufizoni sasinë e marrjes së kripës dhe të kafeinës. Hani fruta dhe perime të freskëta në vend të ushqimeve të konservuara të cilat kanë shtuar kripë për ruajtje. Pini shumë ujë për të mbajtur trupin tuaj të hidratuar dhe për të pastruar bakteret e këqija. Shmangni qëndrimin ulur për një kohë të gjatë. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.